personaliteti është, edhe sa është i sinqert në marrëveshjet politike që i bën me partnerët e vet, e tregoj që ka qenë i vegël, ai tha aleatja kryesore, po në fakt ka qenë i vegël, çdo pikë të agjendës së Kurtit, zonja Osmani e ka çuar përpara. Kështu që gjitha këto i pranoj që për mendimin tim është mirë që i tha, mirë që u pa kjo dhe u tregu kjo, që kjo ka efekt, mendoj edhe te elektorati. Për shkak se na e dim se Albin Kurti është rrit me votat e Lidhjes Demokratike të Kosovës, cilat ja ka mundsu Vjosa Osmani. Vjosa Osmani ja ka mundsu votat Albin Kurtit, edhe me ardh Albin Kurti këtu ku është edhe me gëzu ton këtë mbështetje. Dhe mendoj që mas kësaj situate, besoj që nga me qenë pak ma problematike për lëvizjen vetëvendosje. Të shohim mirë, po mendoj që Vjosa Osmani spaku të elektorati vetë cilin e ka çuar në vetëvendosje